Sot, në kulmin e fushatës elektorale, narkopadrinua i Shqipërisë, Totorino apo El Chapo, njoftoi vendimin e narkoqeverisë së tij për ndalimin e TikTokut për 12 muaj. Ky akt censure frikë dhe të merri nga mendimi i lirë dhe shprehja e tij. TikTok ka pëlqimin masivisht të të rive në Shqipëri dhe në botë. Me këtë rast, ftoj të gjithë gjimnazistët, të gjithë të rit, të gjithë qytetarët, të nisim betejën tonë për çlirimin e TikTokut dhe përmbysjen e narkodiktatorit me datën 15 mars, proteste përgjithshme kombëtare në sheshin Skënderbeg para kryeministrisë. Një protest me të cilin kërkohet anullimi menjëhershëm i vendimit për censurën dhe bllokimin e TikTokut.